shpat ari, suvenire, perle vendosur në guask ari, monedha dekorative, kornizë me veshje popullore, anije zbukuruar, pjatë me motive, çajnik, libër, varëse. Këto janë disa nga dhuratat në pronësi shtetërore dhe private që 2 funksionar dhe disa të punësuar në sektorin publik i kanë raportuar pranë Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Komisioni që nga viti i kaluar ka marrë përsipër detyrimin për evidentimin e dhuratave që marrin personat publik dhe të punësuarit në sektorin publik. Raportimi për momentin është mbi bazë vullnetare. Megjithatë, nga antikorrupsioni paralemrojnë se dhuratat, përfitimet dhe mikpritja në kuadër të detyrës shpesh mund të çojnë në cënimin e objektivitetit dhe të krijojnë konflikt interesi real, potencial ose të dukshëm. Në pjesën e parashtresave për dhurata nga personat publik janë evidentuar gjithsej 55 njësi, ndërsa dhurata në pronësi shtetërore kanë raportuar vetëm kryetari i Kuvendit Afrim Gashi dhe kryetari antishtetror të revizionit Maksim Acevski. Gashi ka raportuar dhurat një objekt suvenir nga Këshilli Shura, Këshilli Konsultativ, një shpate artë në kornizë, një perle vendosur në guask ari, një vazo porcelani vizatuar me dorë, një skulptur kok kalisi dhe një monedh ari dhe një argjendi. Ndërsa Acevski ka raportuar shumë suvenire, ndër të cilat kornizë me veshje popullore, monedh dekorative, anije zbukuruar, kal dekorativ, dukat mbretëror bosnjak, suvenir keramike, vazo prej qelqi, peshqiri zbukuruar dhe pjatë dekorative. Funksionarët dhe të punësuarit në sektorin publik mund të pranojnë dhurata protokollare me vlerë më të ulët. Sipas ndryshimeve ligjore të vitit 2025, lejohen dhurata deri në 50 euro pa u konsideruar si rishvet.